Përshëndetje nxënës, po fillojmë me orën e radhës. Njësia mësimore është njësitë matëse dhe të nxjerrëna. Datë 6 maj 2020. Se përket njësive matëse ju keni bërë fjalë edhe në lëndën e fizikës, prandaj sot do t'i plotësojmë disa njohuri edhe nga fizika. Së pari do të shohim që janë ato njësitë matëse. Çdo gjë që shohim në natyrë, ajo lehtë mund të matet. Të matësh një mallësi do të thotë të krahasosh atë mallësi me një mallësi tjetër të pati lloji të njëjtë, që të merret si etalon dhe që emërtohet njësi matëse. Me siguri ju në fizikën e përmend se etaloni për 1 kilogrami për njësinë e masës ndodhet në Muzeun e Louvrit në Paris. Njësitë matëse i ndajmë në 2 grupe. Në grupin e parë bën njësitë matëse themelore dhe në grupin e dytë bën njësitë matëse të nxjerrëna apo të dalura prej njësive themelore. Sa i përket njësive themelore, ju në fizikë keni përmendur edhe një herë, ja dhe unë të përmend. Janë gjithsej 7. Ja shikoni në tabelë kemi mallësitë themelore, simboli i tyre, njësia edhe pastaj simboli i njësisë matëse. Gjatësia shënohet me L, në fizikë e dini ju, njësia matëse është metri, shkurtimisht shënohet apo simboli i metrit është m. Mallësia tjetër është masa, shënohet me m. Njësia matëse themelore është kilogrami, shënohet me kg. Koha me t shënohet, njësia matëse është sekonda dhe shënohet me s. Intensiteti i rrymës elektrike shënohet me I të madhe, është amperi dhe shënohet me A. Temperatura shënohet me T të madhe, shikoni mos kemi një ngatërim me kohën. Koha shënohet me T të vogël, temperatura shënohet me T të madhe. Njësi themelore për matën e temperaturës është Kelvini, ju dini se ka edhe njësi tjera që kemi përmend Fahrenheiti dhe gradë Celsius, mirë po në sistemin SI internacional ndërkombëtar është Kelvini. Sasia e materjes moli shënohet me mol dhe intensiteti i dritës që është kandela dhe shënohet me CD. Pra këto janë njësitë themelore në fizikë. Të gjitha njësitë tjera janë të dalura apo të nxjerrura prej tyre. Prandaj në jetën e përditshme ne përdorim lloj njësi tjera matëse. Ta dini se të gjitha të tjerat janë njësi matëse të dalë apo të nxjerra. Do i numërojmë disa njësi të nxjerrura apo të dalura nga këto 7 mallësi themelore. Për shembull, shtypja e matur me Newton për metër katror. Edhe Newtoni është njësi e dalë, por shikoni këtu e kemi metrin, njësi themelore metrin prezent. Shpejtësia e rrjedhës së langut e matur në litra për sekond. Ja shikoni njësinë themelore kemi? Tash edhe litri është njësi e dalur sepse ne kemi masën e kilogram. Ju dini se si i shndrojmë litrat në kilogram. Pastaj kemi shpejtësia mesatare e matur në metra për sekond. Çmimi i një malli i matur në denar për kilogram. Për shembull, themi bananët kushtojnë 80 denar për kilogram. Ju mund të përmendni edhe një dyzinë të masive tjera të nxjerrura nga jeta e përditshme. Ka plot. Te njësitë e nxjerrura gjithmonë kemi 2 apo më shumë njësi matëse të lidhura me fjalët për ose në. Shikoni, e matur me denar për kilogram. Pra këtu kemi që fjalën për. Metra për sekond, fjalën për. Litra për sekond, këtu kemi fjalën përsëri për. E matur me Newton për sekond. Me Newton për sekond, fjala për sekond është thyje, apo? Tash. Ja të shohim. Ne në jetën e përditshme shpesh përdorim fjalën peshë. Pesha ç'është pesha? Pra shikoni, njësia themelore për matën e peshës është Newton, apo e shprehur ndryshe kemi kilogram metër për sekond në katror. Shikoni, kemi njësinë themelore të kilogramit, pastaj kemi njësinë themelore për gjatësinë, po ashtu kemi edhe njësinë themelore për kohën. Kilogram metër për sekond në katror ose ndryshe kësaj i themi Newton.
Po marrim një shembull nga jeta e përditshme. 2 detergjente shiten në shishe. Detergjenti i parë ka 3 litra dhe kushton 495 denar, kurse detergjenti i dytë kushton 288 denar dhe është 1,6 litra. Pyetja është, cila do të ishte më e levërdishme për ta blerë, detergjentin e parë apo detergjentin e dytë? Çka bëjmë? Për ta gjetur se cila është më e levërdishme, atëherë tek detergjenti i parë, sasinë e parave e pjestojmë për litrat që kemi. 495 denar pjestojmë për 3 litra, që i vije 165 denar për litër. Keni kujdes, 165 denar për litër. Do të thonë që kjo është njësi e nxjerrën apo e dalën. Tash krahasojmë për sasinë e dytë. Çmimi ishte 288 denar pjesëtim për 1,6 litra. Edhe këtu i bie se del çmimi i detergjentit është 180 denar për litër. 180 denar. Dhe tash po që se i krahasojmë këta dy çmime, me siguri do të ishte më e levërdishme ta marrim detergjentin i cili është në enën e parë, në sasinë më të madhe për 3 litra, sepse aty litri na vije 165 denar, kurse te detergjenti i dytë litri na vije 180 denar. Do të thonë këtu shohim levërdinë tonë. Ky ishte në pika të shkurtra mësimi i sotshëm. Gjeni mësimin e radhës, miru takofshim.